Kryeministri i Jashtëm i Kosovës, Isa Mustafa. Që fjallin të kaloj kryetarit tashëm të komunës Lipjanit, zotëri Imri Ahmetit. Ndik në qitë veçantë që jam me ju, sepse ishëm me ju në kohën e para luftës, ishëm bashkë edhe në kohën e luftës, po edhe në kohën e pas luftës, në kohën e emergjencav, dhe besoj fuqishëm që do t'jemi bashkë edhe në tarmen. Në Slovi, po edhe në Lipjan përgjithësin që të fshatrat, po ndodhë një zgjim i madh, po ndodhë një përkushtim, po ndodhë një bashkim, një zhurje e gjitha tyre që deri dje kishin menduar që LDK-ja nuk do t'jetë e fortë çfarë sot është këtë në Slovi. Unë ju thamë që me këta njerëz këtu që jemi, në Lipjan, Lidhja Demokratike e Kosovës është e pashmangshme të fitoj me 3 nëntor. Jam i bindur se tashmë e kanë kuptuar të gjithë po bashkohen në projektin tonë, në idenë tonë për një qeverisje ndryshe komunale. Të gjithë e kanë kuptuar se jemi më të ndërgjegjshëm, jemi më të përgjegjshëm, jemi më të përkushtuar. Të gjithë e kanë kuptuar, e dinë mirë, e dinë që jemi më të pastër para ligjit e para Zotit. Prandaj s'ka që ndalë fuqinë tuaj që me 3 nëntor të ta festojmë bashkë me ju fitoren. Është koha e ndryshimeve që duhet me ndonë në Lipjan, sepse e përjetuam për 2 mandate rresht një qeverisje duke shpërdorur interesin publik, duke kesh menaxhuar me financat publike, duke shpërdorur pronën publike, duke abuzuar dhe injoruar të mirat publike me cilat disponon pushteti komunal. Sjelljet arbitrare, sjelljet diktatoriale nuk i durojnë qytetarët e Slovisë dhe qytetarët e Lipjanit përgjithësi. Jam shumë i bindur që bashkë me ju, me gjitha ata që e duan të mirën këtij vendit, ne do të arrijmë të ndryshojmë këtë gjendje që e kemi në Lipjan. Sepse Lipjani meriton dhe ka mundësi të zhvillohet ndryshe. Meriton ketë më shumë punësim, më shumë vende të reja të punës. Meriton që qytetarët e Slovisë dhe qytetarët e Lipjanit të kenë ujë 24 orë. Meritojnë qytetarët e Slovisë të kenë një kualitet më të mirë në arsim, të kenë shërbime më të mira shëndetësore, kënë hapësira të reja për rinin që të zhvillojnë aktivitetet kulturore, rinore, sportive. Dhe ne e pomë, në këtë kohë të fushatës që lider të ndryshëm, nivellit qendror dhe nivellit lokal, na premtojnë miliona, na premtojnë qytete franceze e parisjene, por ne e përjetuam, ne e pomë çka ata na ofruan. Na ofruan varfëri, na ofruan depresion ekonomik, na ofruan papunësi, na afruan rritjet varfërisë të skamjes të familjet tona. Për vitet të tëra, nuk u zgjat dora e pushtetit tek familjet që kishin nevojë. Unë ju premtoj se bashkë me ju do të arrijmë të qeverisim me ndere, me përgjegjshmëri, me përkushtim, të zotuar para ligjit, të betuar para jush, të përkushtuar e të zotuar para Zotit, që të qeverismi me ndere, me përgjegjësi. Sonte më takon të them, Slovia është fshati më i madh i Lipjanit sipas statistikave të regjistrimit të fundit. Dhe Slovia meriton një trajtim më të mirë qytetarëve Slovisë nga pushteti komunal. I di hallet, i di nevojat dhe dertet që kanë edhe banorët e Slovisë. Mleni të them, logjika jonë e qeverisjes nuk është logjik përjashtuese, por është logjik gjithëpërfshirëse e të gjitha familjeve, e të gjitha lagjeve. Dhe gjitha ato familje që janë përjashtu
nga ujësjellësi juaj, që sot s'kan ujë, gjitha ato familje që janë përjashtuar nga kyçja në kanalizim, ne do t'i përfshim të gjitha pa dallim dhe ju siguroj që do të keni ujë të pishëm 24 orë. Të gjitha familjet pa dallim. Unë ju siguroj që Slovia do të ketë prioritet në asfaltimin e të gjitha rrugicave. Slovia do të ketë prioritet mbi prioritetin. Lidhjen e 2 rrugëve tuaja që shkojnë paralel e që nxënësit tuaj udhtojnë 6-7 km deri në shkollë për shkak të mos zgjidhjes problemit rrugës që lidh 2 rrugë tuaja. Ju premtoj që bashkë me ju do ta zgjidhim këtë çështje, por deri në zgjidhjet kësaj çështje, ligjërisht komuna ka obligim të sigurojë transportin e nxënësve. Dhe unë ju siguroj që do ta siguroj transportin e nxënësve të gjitha lagjeve deri tek shkolla juaj, sepse nuk lejojmë që fëmijët tuaj të udhtojnë as verës as dimrit me ka 6-7 kilometra. Kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, akademik Isa Mustafa. Pandet. Dhe unë shprej qëndrimin tonë se kandidati ynë për kryetar të Lipjanit është zoti Imri Ahmeti, se vota e cila është e drejtuar për LDK-n është vota e cila do t'i shkojë Imri Ahmetit dhe këshilltarëve të kuvendit komunal të LDK-s që të janë propozuar për kuvendin komunal të LDK-s. Sepse ata kanë përkrahjen tonë, ata do ta kenë përkrahjen tonë edhe pas ndryshimeve cila do të ndodhen vitin e ardhshëm, sepse ne llogarisim që si vjet fitojmë Lipjanin, fitojmë shumicën e komunave në Kosovë, ndërkaq në vitin e ardhshëm të fitojmë zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë, ta themelojmë qeverinë e Republikës Kosovë. Nuk ju them juve se pas fitores son ne do të punojmë vetëm për LDK. Unë ju garantoj juve, simpatizantëve, antarëve të LDK-s, qytetarëve, se ne do të punojmë për qytetarin e Lipjanit, do të punojmë për qytetarin e çdo fshati dhe ne do të punojmë për çdo familje. Dhe qeverisja në krye me Imri Ahmetin do të jetë qeverisje për qytetar, dhe jo qeverisje për partinë. Ne si parti do ta marrim përgjegjësinë që ne të qeverisim mirë, ne si parti do ta marrim përgjegjësinë që ne të qeverisim drejt, dhe ne si parti do ta marrim përgjegjësinë që ne të kemi program të veçantë zhvillimor për Lipjanit, i cili do të mundsojë që Lipjani të zhvillohet, që këta të rinjt Lipjanit të gjejnë punë dhe që ju të zgjidhni problemet akute të cilat i keni sot. Pej problemit të ujit, problemet e rrugëve dhe deri te problemi i shkollave dhe udhëtimit të nxënësve. Unë nuk dëshiroj t'ju maj më gjatë. Por unë kërkoj që ta kemi një fitore të madhe dhe aso fitore që meriton lidha demokratike dhe meriton ju. Urime dhe suksese. Faleminderit akademik Isa Mustafës. Tani më lejoni që para jush t'i prezantojmë delegat nominuar për Asamble Komunale, Naim Jahiri, Kjo është përzgjedhja më e mirë për në ndegën tuaj. Për krani kandidatët voton e Imri Ahmetin, voton e numër 78.